Në arenën ndërkombëtare ky zhvillim është përshëndetur gjerësisht sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres e cilësoi si një mundësi historike për t'i dhënë fund një konflikti tragjik, duke bërë thirrje të gjithë palëve që të kapin këtë shans për paqe. Nga Ankaraja, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan foli në një hap konstruktiv dhe të rëndësishëm drejt paqes së qëndrueshme, ndërsa kancelari gjerman Friedrich Merz deklaroi se pas gati 2 vitesh luftë, lërimi i pengjeve dhe paqja për Gazë janë tashmë të arritshme. Në të njëjtën linjë ishin dhe qëndrimet e liderëve të tjerë europian. Presidenti francez Emmanuel Macron kërkoi se përgjigja pozitive e Hamasit të pasohet menjëherë në veprime konkrete, ndërsa kryeministri britanik Keir Starmer theksoi rëndësinë e zbatimit të menjëhershëm të marrëveshjes. Nga Roma, kryeministra italiane Giorgia Meloni ofroi gatishmëri të plotë të Italisë për të kontribuar në arritjen e një armpushimi të qëndrueshëm dhe në lirimin e menjëhershëm të gjitha pengjeve që ndodhen ende në duart të Hamasit. Për herë të parë pas shumë muajsh heshtje, edhe presidenti i autoritetit palestinez Mohamed Abbas, që administron një pjesë të rripit perëndimor, përshëndeti publikisht nismën amerikane duke vlerësuar përpjekjet e presidentit Trump për t'i dhënë fund luftës. Ndërsa bota po pret përgjigjen përfundimtare nga Izraeli dhe zbatimet konkrete të planit, komuniteti ndërkombëtar shpreson se ky do të jetë një fillim i fundit të një konflikti që kalon pas rënoja, urrëtie dhe mbi 40.000 jetë të humbura.